që ty më kanë meti latë për e mos, po kom. Po kom po më bojmë shtret. Me kanë jetën këtu? Vetëm. Një djale paske? Po, në djali nërte, i dama, i ka punë të vete. Jo metë pa bani që të në 70 po mu nga bëbu kur gjo. Përshëndetje dashur shikues të Zarfi Mërgjimtarit, jemi në qytetin e Gjakovës, saktësisht në fshatin Njëhac, kemi ardhur me vizitu një familje. Po shkojmë na pjahum derën, përshojmë që kanë gjendën, po ndihmojmë edhe po shpresojmë që pas publikimit të videos me i dalë ndihmë e mos me i harru. Hajde. Zarfi Mërgjimtarit, një zarf dashurie për ata që na rreten me dashuri. Ndihmo, dhura, ndërto me zemër. Hajde. Mirëmëngjes. Një ditë apo. Si, a i mirë? Mirë, që shëni. A i mirë. Mirë, faleminderit. Ç'është ti? Ç'është po kalan? Olo, nëse s'mundesh më natë, kom olo. Po, ardhëm pak. A punë që? Olo ti, olo, rato. Thëmë po ulla në sistem tamin. Që kjemnin? Ramosh Hasani. Ramosh Hasani. Se nuk një bashkë mirë. A, ne kam me munu me të bërtit. Vallaj që është me nëzi. Sa vjet i ki Ramosh? 63 vjetë, tash i bëj. 63. Me kanë jetën këtu? Vetëm. Vetëm? Po, vetë me djallë qikës. Djallë qikës? Që gjatë djallës keshtu, ma ka dhënë qika më dhatë në ta. Aha. Që kom kokon të gruja, më ka dekë 70 vjetë. Zotë e më shëroft. Një djallë e kom ma nërë, ta i kanë të rësot për familjet vetë. Ka shtu, ma hadha po më një mojë që shtu, shia. Në 70 po mu nga bëbu kur gjo. Ta shë më konë Prishtini. I kom shti stentat. Stendat, po? Sa stenda e ke po? Dyja? Ha? Dy, një? Qa? Stendat, apo thuj i kështi? Për 3 tele e kom qisë. A 3? Prishtinë, kom ne 3 jotë ditë atje. Me hapa, me krejt, më kanë pësos, sanë, hishë. Kur për boj dore, pa në një mund ka tunë, ka pa. A fa që ki edhe një djalla? Një djale paske? Po, në djalli nërte, i dama, i ka punë të vete. Edhe i pa punë, shështu. Pa punë, po në del më letë tasa, më letë që po në privat. Po. Ma katastrofë, që të jo metë pa bani, që të ku pi po më lasë o më i qonë, se e kom thuj dhe komen. Apo kur? Kukin e kom thuj, bukur sa im ka kushtu, më ka një mund, qeveria më ka një mund të stente, sa me bu. Po. Këtë shpinë kur e ke bo këto? Kjo shpi është e jebi. Kur e ke bo? Mati. E ka se 16 vjetë. To ma ka bo gruja, u konë punë. Gruja 70 vjetë më ka dekë. I një dializë dhe nuk patë më, tash më ka mirë që ju metë vetën. Një qikë kam të martu më, qike kam të martu më atje, në babala që kam të atje. Me hangër me fija, po ki? Jo, vallaj. Qysh pja banë për ushqim? Qysh pja banë për ushqim? Vetë, që po mund, shka me bon. Pa dhe pa dronë, nuk di shë në ta, si po dhe. Sa tha që pi merë penzion? Penzion apo merë asocial a diçka? 70 i marë. 70 asocial? 70. Apo përdori laqet arë diçka? S'po kom në shka mi ble, që ty më kanë meti latë, pa e mos, po kom. Po kom po më bojmë shtret. 50 vis një hapa, ti mi ka që doktori Prishtinës, me zdo sofi, si kom letët, si kom shtit telet, si kom shtit stentet kërët. Katastrofë, me pas për shumë mirë, me nisë për shumë mirë, shumë më bo. Apo të bëhet ftoft në shpe mena? Urna? Apo bëhet ftoft mena në shpe? Ftoft apo bëhet? Ftoft? Po. Po, vëllaj, me s'me pas më shtit drumë në marë, ftoft. Shumë më bo. Ta në zetën kanë qetë. Kjo shpi është e jemi, këta ma ka marrë gruja. Do më thonë tokën e kam lemet babës, ala, baba në 30 vjetë më ka dekë. Shpi e kom marrë, ma ka marrë gruja, ka marrë një kredit. Sara tova me gruja në disë, e orë e shkova, theva, komër, rëzova, për një vëtë, burë. Zotit një moftë. A mën që ta me qelë? Shtë janë 300 euro e ki prej mërgjimtarve janë. Zotë edhe bërqet. Amen. Tomë në qolla. Allah e në motë, ajë së bo si bep. Amen. Ma me mi pas smutin, mi pa invalitin që tu. Amen.
Edhe me hangër me pit kena ble. Ani, faleminderit. E inshallah kanë me dal njerëz tash me ndihmu më shumë, me emër Zotit. Kanë me ndihmu njerëz më shumë. Me ndihmu? Po, me emër Zotit. A dhe numrin e telefonit për mësh? Po. Faleminderit për ju. Hiç kur gjë. Thuje numrin. Numrin e telefonit, a e din? Tebe në? Po. Që djali më marrë më. Ani se sa që ja po më dhana. Apo hen mana pa kallëzja shpinë që ki. Hajt, mos kaj. Këtu jetoj shtu. Shto kom sobën e pjetës. Këtu rrime që djarë që tu. S'po kom banin, s'po kom bolerë, s'po kom. Mos në harroni ka herë që tu me orë, mos në harroni. Hajë ditë i mirë, e Zotë dhe bërqet, inshallah, ja vobë Zotë i bërqetin i familjet juve. Dashur njerëz të mirë, ata që dojnë me ndihmu, basta na mosh numri telefonit 045 466 263. Është në Gjakov, fshati Jahot, rruga Shpati, numri shtëpis, numër 20. E unë së gjithmonë ju falenderoj që po vazhdoni me gëzu këta njerëz. Zoti ju gëzoft e ju nderoft. E inshallah shihemi për mirë e për hajër.